Territori shqiptar për datën 7 qershor 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat të izoluara malore do të ketë vranësira të lehta kalimtare. Pasditja vijon me mod të ngrohtë dhe të qëndrueshëm pareshje, domethënë se temperatura minimale pritet të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:01 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 20:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 18 deri në 31 gradë Celsius, Kukës 14 deri në 27 gradë Celsius, Peshkopi 13 deri në 28 gradë Celsius, Tiranë 15 deri në 29 gradë Celsius, Durrës 18 deri në 28 gradë Celsius, Kavaj 17 deri në 28 gradë Celsius, Elbasan 17 deri në 30 gradë Celsius, Berat 18 deri në 31 gradë Celsius, Korç 12 deri në 25 gradë Celsius, Vlorë 19 deri në 28 gradë Celsius, Gjirokastër 13 deri në 27 gradë Celsius, Sarandë 18 deri në 28 gradë Celsius.